Mirë se vini, do t'jemi së bashku në podcast. Është një emision të cilin kam zgjedhur ta realizoj me figura dhe personalitetet të cilat unë i vlerësoj si të rëndësishëm, si personazhe të cilat kanë diçka për të thënë, për të treguar, pse jo, si modele për të ndjekur edhe shembuj për të marrë. Më pëlqen të mësojmë për eksperiencës së atyre që kanë gabuar herën e parë dhe me këto gabime mund na japin mësime shumë të vyera, me të cilat ne mund t'i përdorim në përditshmërinë tonë, edhe pse jo, të kemi eksperienca më të këndshme nga ato që mund kenë pasur herën e parë personat në fjalë. Më pëlqen të marrim stimuj për këtë jetë në të cilën jetojmë të gjithë së bashku në komunitet, por shpeshherë xhelozojmë njëri tjetrin. Herë të tjera bëhemi inferior ndaj njëri tjetrit. Ka momente në të cilat ne mundohemi të japim vëmendje të shtuar ndaj një gjëje apo një fenomeni, dhe në të gjitha këto kujtohemi se është jeta jonë, kaq intensive, kaq me ritme, që duhet ta shijojmë, duhet ta jetojmë në çdo moment të saj dhe kështu të marrim më të mirën prej vetes dhe ta japim dhe ta shpërndajmë në komunitetin ku jetojmë me të tjerët. Është shumë e rëndësishme ta bëjmë këtë dhe të mos harrojmë asnjëherë që gjatë këtij rrugtimi të duam edhe veten tonë. Dhe personazhi i cili nuk kam ftuar sot në podcast, besoj që ka shumë gjëra për të thënë. Nuk di se si ta prezantoj më parë për ju. Ajo është një sociologe, është një influencere shumë e mirë, është një organizatore e mrekullueshme e festivalit të fëmijëve, dhe të gjitha këto i bën me një pasion të jashtëzakonshëm. Do të veçoj edhe faktin që është një nënë e cila forri 2 vajza shumë të mira, për këtë jam shumë e bindur dhe e sigurt, dhe besoj ka shumë për të na treguar sot në podcast Manjola Lloja Bushati. Mirë se erdhe dashur dhe faleminderit që gjete kohë mes shumë impenjimesh. Faleminderit shumë Linda për gjithë sa the. Ajo pjesa hyrëse e programit tënd në gjej veten kështu të shtrirë tërësisht në gjitha ato që the. Faleminderit për fjalët e mira dhe për ftesën. Është e vërtetë që unë bëj shumë gjëra, se nuk di ndrysh, po besoj që gjëja që di të bëj më mirë është që t'jap kohën e duhur çdo elementi që për mua ka rëndësi, dhe t'jem sot këtu me ty është një gjë që për mua ka rëndësi, e vlerësoj shumë, kështu që patjetër do gjej kohën. Faleminderit nga zemra. Unë po nis këtë intervistë me këto ambiente ku jemi sot. Gjithashtu në shkalla. Çfarë sjell tek ty Radio Shkodra? Kur hyra brenda, nuk po e shija mirë, ishte roja aty ajo. Pastaj e pash ishte një kokë për kulër, thash shiko ta përshëndes. Thash si, ai e mirë, po ngjitem lart. E pash ajo ste pak, thash do shkoj te Linda. Okej, tha mund të futesh te shkallë këtu, thash po. Dhe më kujtuaj që këtu un kam filluar punë për herë të parë para 39 vitesh. Ka gjatë shumë. 9 vjeçë. Ka qenë një përvojë shumë e bukur. Jo thjesht e jashtëzakonshme për kohën, sepse unë isha aq e vogël edhe mu dha mundësia të punoja në radio, se kjo është një gjë, po një gjë tjetër është që e kisha mundësinë të punoja në radio në një kohë kur radio ishte një institucion jashtëzakonisht i fortë, edhe për mua ka qenë një shkollë jete. Jo thjesht në faktin që mora përgjegjësi aq e vogël, po që edhe pata mundësi të mësoja shumë. Unë i përkas një brezi ku para se të hyja një emision në radio, pavarësisht se unë atë kohë kisha vetëm një rubrikë të vogël te emisioni i fëmijëve me Merita Sokolin atë kohë, po duhet përgatitesha shumë. Dhe para se të vija në emision duhet kisha lexuar, kisha bërë ca pyetje, ti kontrolloja me Meritën, të kujdesesha që të flisja mirë, që të flisja pastër. Kur më vonë, 9 vite më pas, kam filluar punë në Radio Televizionin Shqiptar, më ka ndodhur që në një emision me regjistrim, Ketrin Gjoqa, që ishte regjizore, ndërpreu programin që po regjistronim, tha Manjola, the bravo, duhet thuash të lumt. I përkas këtij brezi, që kemi jo në kuptimin, jo në kuptimin e se fjala censur ka një konotacion të gabuar herë mes here. Po ne kishim një kontroll të jashtëzakonshëm për atë që do i shkonte publikut, dhe kjo për mua ka qenë vendimtare në mënyrën se si unë kam vijuar punë në media, pavarësisht se nuk kam qenë asnjëherë kështu, le të themi, pjesë tërë puna ime vetëm brenda medias, por gjithmonë kam patur edhe një këmbë në media. Dhe këto janë 2 elemente të përgjegjësisë, të kontrollit, edhe të kapjes së mundësisë për të mësuar nga i tjetri që ke aty afër, që mund të mësoj realisht shumë, për t'ja
vjedhur çdo gjë të profesionit që mund ta përdorësh gjatë jetës. Kështu që radioja për mua është jashtëzakonisht e dashur. E kisha ardhur për gjendjen ku radioja është tani si mirëmbajtje, si godinë, si investim. Unë kam një marrëdhënie dashuri urrejtje prej tërë jetës me radio televizionin shqiptar, i cili mendoj që realisht duhet të drejtohet ndryshe edhe të shihet ndryshe. Jo thjesht për hatër të faktit që është e vetmja media publike në këtë vend, po edhe për faktin se brenda saj ende sot, jo vetëm në Tiranë, po edhe në studiot lokale në gjithë Shqipërinë, ka njerëz që e dinë shumë mirë çfarë media është, edhe si ajo duhet të sillet në marrëdhënie me qytetarët. Dhe kjo duhet mos ikte kështu me së rreshtash në mënyrën se si drejtohet. Kjo është keqardhja që kam unë për radion. Përndryshe është shumë nostalgji, është shumë qef, edhe patjetër mendon se ndikoi në karrierën tënde artistike ajo vajza e vogël 9 vjeçare me dëshirat e saj për të bërë pjesë e radios edhe televizionit? Po pa diskutim. Unë mendoj që në klasë të parë, kur unë kam shkuar te ish shtëpia e Pionerit, edhe deri sot që ne jemi pak ditë larg organizimit të edicionit 64 të Festivalit Ndërkombëtar të Këngës për Fëmijë, çfarëdo që unë kam bërë tjetër në jetë, që lidhet me sociologjinë dhe me komunikimin, që janë punët e mia fikse me të cilat merrem çdo ditë, është e ndikuar tërësisht nga fëminia që unë kam kaluar, nga mënyra se si jam edukuar, nga mundësitë që më janë dhënë, për të cilat jam jashtëzakonisht mirënjohëse dhe i them faleminderit cili do që më ka dhënë mundësi. Kështu që pa diskutim, ndoshta kjo është edhe shtysa kryesore që unë kam në punën time të përditshme. Kur ti më prezantove, thej që unë jam influencer, unë nuk ndihem e tillë, unë ndihem mentore, me thënë drejtën, edhe punoj shumë për këtë gjë. Pra dua të mentoroj sa më shumë njerëzit e rinj me të cilët punoj, që ata të mund të rriten, të marrin përgjegjësi dhe të bëjnë përpara. Domethënë është një kënaqësi për mua e jashtëzakonshme të shoh kur fëmijët e të rinjt rriten me përgjegjësi edhe me dëshirë edhe me mundësi për të bërë gjëra. Megjithatë, kam bindjen që ke një influencë shumë të madhe tek njerëzit. Pra që ndikon edhe tek shihet atyre që të shohin, të ndjekin. Shikoj, qëllimi im nuk është ky. Nëse ndodh, okay, mirë se vjen. Qëllimi im nuk është të influencoj në jetën e njerëzve në kuptimin e gjerë, në jetën e njerëzve të mit afërt patjetër, e bëj me vetdije të plot, që dua të influencoj. Unë jam njëri tash me moshën edhe ca fije modestie, le të themi, mund t'i lëvë njan. Unë jam njëri pozitiv, shumë pozitive. Mendoj që jam e prirur gjithmonë të shoh të mirën, edhe ta vate me dukje, dhe këtë përpiqem ta bëj edhe me jetët e njerëzve që kam afër, kurse në nivel më të gjerë, unë besoj se i përkas atij grupi që e ka shumë të qartë çfarë do të bëj dhe nuk bën kompromise. Dhe si e tillë, unë vazhdoj rrugën time me mundësitë që më krijohen ose ja krijoj vetes, dhe vazhdoj të them atë që besoj. Pra domethënë, në këtë kuptim unë them nuk jam influencuese, sepse unë nuk ndikohem në një moment të caktuar nga një kauzë të caktuar për të reflektuar atë në publik. Por nga bindje të plota. Përgjithsisht, unë jam ajo që them, ajo që shihni, ajo që bëj. Pra, i reale, edhe në atë që ti reklamon. E vetmja gjë jo reale, imi është ngjyra e flokëve. Si gjë tjetër janë komplet. Je një vajzë me shumë stil, megjithatë. Si do thoshte një personazh i librit tim të parë, faleminderit që më thua vajzë. Syzet kanë një shpjegim nga pas. Mund ta ndash me ne? Në përditshmëri unë mbaj syze dielli gjithmonë dimërver, sepse I kam një jo aksesor stili se sa domosdoshmëri.
kohët e fundit, me moshën që kalon, dhe me një, domethënë, unë nuk dua të bëj make-up, Linda. Shumë e kuptueshme. Tek unë po. Nuk e dua make-upin, domethënë, dhe kjo nuk ka të bëjë me vetbesimin që se unë mendoj që ndihem mirë e pa lyer. Nuk është ashtu. Thjesht nuk ndihem fare mirë e lyer, domethënë kam një ndjesi, më vjen kështu ta kruj fytyrën. Keq kuptosh ndonjëherë Manjol, sepse më ndodh edhe mua. Në përditshmëri nuk më pëlqen të bëj make-up, edhe nuk bëj make-up, dhe ka raste kur kolege, mike, shiko, po mbau një çik. Apo unë nuk kam vesh për këtë, Linda. Kam hiq dorë shumë e vogël, shumë në këtë qytet. Unë kam qenë 14 vjeçe, kur kam kuptuar në vetë parë në kurrizin tim, dhe në atë kurrizin e brisht, jo këtë me vata që kam sot prej këmishës, po në kurrizin e brisht një 14 vjeçare, që nëse isha e sigurt vetë dhe e qet vetë për atë që kisha bërë, mendimi i njerëzve që duhet më interesonte ishte ngushtësisht i njerëzve që janë shumë afër meje në të mirë në të keq. Këto bisedat, pse veshe këtë, a je lyer, a je mbajtur, a si mbajtur, nuk i kam fare hiç, nuk i fut në, nuk mi dëgjon veshe, absolutisht, s'mi ka dëgju kur. Kështu që syzet, që thua ti, rastësisht, u bën një aksesor që më ndihmon mua që të vinë studio televizive dhe me këtë xhamin e verdh të mbuloj faktin që kam poshtë sy 48 vjeçare, që janë shumë të bukur, gjithsesi. Edhe të shpan grimin, kështu që prandaj jam me syze para kamera, po ndryshe dhe isha kështu. Dhe kështu ti do thosh nuk je keq, okay, po nganjëherë dritat e bardha, kur e shoh veten në shtëpi them, nuk më pas kam dalë lodhur etj. Atëherë. Urdhra. Me një palë syze u rregullua gjithçka. Me një palë syze që nuk po lë rast pa e thënë, janë krejt rastësore pse i kam. Më ka dhuruar Imi Kalaja një ditë një veprimtari. I thashë, ua sa të bukura. Ajo më tha, po merri, po jo si ti ma, po jo merri. Dhe që edhe ditë, i tërë koleksioni imi syzeve është fut atje në raft, se nuk e di pse jam në... Kanë gjitur. Jam në dashuri në këtë sezon me këto syze. I shijon. Shkodra apo Tirana? Sepse ti jeton vërtet në Tiranë, po ama një këmbë e ke në Shkodër. Të dyja, pa diskutim. Unë kam 30 vjetë që kam ikën në Shkodra. Nuk është gabim që kam ikur, se po i kthehem asaj që ti the në fillim, te gabimet, ja, nuk është gabim që kam ikur. Tani, në këtë fazë të jetës time, në këtë 5 vjeçar të jetës time, unë eksperimentova, me thënë të drejtën, dhe tani koha ka kaluar, kështu që ca gjëra mund t'i them. Unë pranova me shumë entuziazëm dhe sfidë të bëhesha pjesë e ekipit që do të bënte fushatën për kryetarin e bashkisë në 2023. Kam punuar për komunikimin e asaj fushate. Zotit Beci jam jashtëzakonisht mirënjohëse për mundësinë që më ka dhënë, sepse sociologjikisht ajo fushatë ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme dhe nuk dua ta ngatroj fare këto politikën, por thjesht përvojën time aty. Dhe flirtova me idenë që mund të kthehesha në Shkodër. Të joshin do pak? Më sfidoj, jo më joshi, më sfidoj, sepse joshja her mbas here lidhet, ose të paktën truri ynë tenton ta lidh me diçka që është e bukur, e rehatshme, si më thënë, që do të siguroj ty shumë gjëra. Jo, mua nuk më joshi, më sfidoj. Dhe nga kjo sfidë për gati 3 vjetë, ndërtova një përvojë pranë Bashkisë së Shkodrës, e cila është saktësisht ajo që do të thoshte im atë, indjer, qëraja e mendjes. Sepse unë provova në vetë parë atë që e dija, po pata nevojë ta provoja, që unë nuk jam një njeri për të punuar një institucion shtetëror. Dhe unë nuk jam një njeri që në një moment të caktuar të jetës mund të vë punën përpara manjolës si njeri, si bashkëshorte edhe si nënë. Në këtë kuptim, unë e dua jashtëzakonisht Shkodrën edhe e kam pjesë jetës time në mënyrë të rregullt,
por thirrja ime e brendshme dhe logjikshme është që unë do të vazhdoj të jem në Tiranë, atje ku kam familjen, fëmijët, partnerin tim për 30 vitesh tashmë, punën time të ngritur dhe mbi të gjitha mundësinë që ta jetoj veten me të gjitha këto. Mendoj që mundësia për të punuar në Bashkinë e Shkodrës ka qenë e jashtëzakonshme për mua, edhe jam shumë mirënjohëse për të, sepse mes të tjerave, përveç se jam përpjekur që të këshilloj në pozicionin që kisha disa zgjedhje ose zgjidhje që mendoja ose vazhdoj të mendoj që ashtu duheshin bërë, më ka vlerësuar mua shumë personalisht për të kuptuar, për të njohur, edhe për të vërtetuar disa gjëra në kuptimin sociologjik, flas. Pastaj në kuptimin personal, përvoja e punës në Shkodër, sepse ishte hera e parë që po punoja në Shkodër. Unë gjithmonë kam marrë në Shkodër për festivalin e fëmijëve. Pa ajo nuk është punë. Ajo është një pasion i jashtëzakonshëm dhe puna ime konsiston shumë më tepër në Tiranë dhe në organizimin e gjërave dhe pastaj ditët e fundit janë këtu me duar në brumë, sepse këtu është një ekip jashtëzakonshëm i Qendrës Kulturore të Fëmijëve që punojnë tër vitin për atë festival. Të punoja në Shkodër ishte për mua një përvojë e cila më mësoi që vendi im nuk është këtu. Ashtu? Ja. Vendi im nuk është këtu. Dhe si të bëri të ndihesh kjo? Jo, shiko, unë kam për nga natyra një problem derisa qartësohem. Në momentin që qartësohem është krejt okay. Pranohet së bashku me qartësimin e idesë. Po, në momentin që gjëja qartësohet, shiko, unë e pëlqej shumë Michelle Obama. Shumë. Edhe një nga shprehjet që në një intervistë të saj me Oprah Winfrey e thanë të dyja në një gojë, unë e besoj realisht. Dhe nuk është një shprehje klishe, është ajo që thotë që në këtë jetë shpresojmë të kemi mundësinë t'i bëjmë të gjitha, po jo në të njëjtën kohë. Në këtë kohë, në këtë moshë që unë jam, në këtë fazë të situatës ku familja ime është, që do të thotë unë jam, si më thënë, në mesin e moshës së mesme dhe vajzat e mia janë njëra adoleshente e tjetra ende e vogël, unë do të jem pranë tyre, pa diskutim. Patjetër. Dhe duhet kem shumë më tepër kohë për veten në kuptimin e ruajtjes së shëndetit, e investimit për të, kohës për të. Shiko, Lila, unë e kam vajzën e madhe 16 vjeç. Të voglën 8. Vajzat tona, ne jemi krejt të qartë, Blendi dhe unë, që edhe 2 vjet kanë, le të themi, mundësinë për të ndënjur me njëra tjetrën. Sepse nëse gjërat do të shkojnë mirë, e shpresoj të jemi mirë me shëndet së pari, Hana do shkojë studio jashtë. Buna do jetë me ne. Për mua është e domosdoshme që unë të jem e pranishme në familje, për vajzat, për secilën prej tyre, për ato të dyja bashkë, për ne të katërt bashkë. Kjo është një periudhë ku prania fizike dhe emocionale në familje është shumë e rëndësishme. E vërtet. Dhe unë dua të përkushtohem kësaj gjëje. Për të punuar për Shkodrën, të vazhdoj ta bëj sepse për këtë nuk më duhet një mandat ose një pozicion pune ose një marrëdhënie me bordero. Këtë e bëj natyralisht e do vazhdoj ta bëj. Ama në një moment të caktuar, mes kësaj paqartësisë që derisa u kthjellua më lodhi pak, më thash Banjoli, shkoha me shkon në shtëpi. Edhe ashtu bëra. Ashtu bëra, jam shumë e kënaqur që bëra ashtu. Përmende pak më herët babain tënd. Çfarë ishte ai për ty? Babi është, pavarësisht se nuk është fizikisht. Përveç se mungesës fizike, babi është një figurë e jashtëzakonshme e jetës time. Mu Shkodra më emocionon edhe për faktin se ky është i vetmi qytet ku unë kaloj në rrugë dhe ka njerëz ende që më thrasin o vajza e Manit. Edhe besoj që çdo fëmijë ka lidhjen e vet me
printe vetë edhe nuk është në një gjë kështu wow të thush që sa të fortë e kam pasur në lidhjen me babin, se kjo sidomos për vajzat është e zakonshme. Por babit unë jam falenderuese tërë jetën, mirënjohëse tërë jetën për disa elementet karakterit që unë kam, të cilat nuk do i ndroja me asnjë gjë në botë. Dhe jam shumë mirënjohëse për lirinë e mendjes me të cilën na ka rritur të trejave ne. Jam shumë mirënjohëse për marrëdhënien e jashtëzakonshme që kanë patur për më shumë se 50 vjet me mamin, sepse fal tyre ne kemi mësu pa i ditur që po e mësonim çfarë është familja, sa e rëndësishme është dhe si njerëzit rriten në familje së bashku. Babi na ka lënë prej 5 vitesh e gjysmë tashmë, që nga pandemia, por gjëja më e jashtëzakonshme mendoj që ai na ka lënë është një marrëdhënie shumë e fortë që ne vazhdojmë të kemi në familje, edhe një besim që duhet me e gëzu jetën çdo ditë, edhe një përpjekje për ta bërë këtë i mat shpikët e festa, edhe ne vazhdojmë ngjajmë në këtë drejtim, kështu që babi për mua është një etalon i drejtësisë, një etalon i Zotni Llekut. Unë kur ai ka humbur jetën, kam patur mundësi të mësoj nga njerëz që nuk e njihja fare histori të jetës tij profesionale, ka qenë jurist për tërë jetën. Unë thjesht mendoj që bota është e mirë se ka njerëz si ka qenë i mati. Sa e bukur. I rritur nga një profesoresh të cilën unë dua ta përshëndes, sepse nuk ri dot pa Dorotea është personazh, si do e përshëndetsi mamin. E mrekullueshme. Ka qenë gjithashtu rektore Universitetit të Shkodrës. Jam kurioze të di se si janë këto njerëz në shtëpi, në familje, vajzat. Shika, mami është kur ti flet për atë lëvizjen gjinore, kur flet për barazin gjinore, kur flet për feminizmin, po jo për atë të dëmshmin që të nxjerr sytë, ai është shumë i lodhshëm. Domethënë kur bëhet shëndetshmin që po flasim për shëndetshmin, absolutisht, mami është personazhi që unë njoh që i rri më mirë këtij përkufizimi. Mami është një zonjë që është larguar 14 vjeç nga shtëpia për studiuar në Tiranë. Mami është nga Parmeti. Pastaj ka shkuar në Hekurudh, ka drejtuar Hekurudhën kur ka qenë 18 vjeç, dhe pastaj ka filluar studimet e larta në Tiranë. Pastaj ka punuar në Koplik ca kohë, sepse ka ardhur në Shkodër për të jetuar me babin. Dhe pastaj ka filluar punë në institut. Mami në familje është drejtoresha. Që do të thotë është jashtëzakonisht, edhe pse prej shumë vitesh në pension, mbas largimit nga Shkodra ka punuar në Ministrinë e Arsimit në Tiranë. Mami është ende njeriu që vazhdon të lexojë, njeriu që takon studentët e saj që tash janë gjysha, apo mami i thot student, ata e thrasin përsërish. Vazhdon të jap leksione. Babi e ngacmonte, i thoshte po bën 2 vjet bashkë, dhe ora fillon e flet, jep një leksion prap. Domethënë është një njerëz që nuk ka qenë profesoresh se ka bërë shkollën, po është natyralisht e lindur për atë punë. Në familje është një dimension lirie i jashtëzakonshëm, edhe një zysh që do të thotë në sytë e mamit ka gjithmonë diçka që mund të bëhet më mirë, po jo në kuptimin e kritikës, për hatër të kritikës për të bezdisur, po në hatrin e
gjë që mund të përmirësohesh që 10 jetë plot. Pra mos i ta japi me hatër. Ta meritosh plotësisht. Ta meritosh plotësisht. Po jo se 10 si notë është në vetvete e rëndësishme, po sepse përvoja edhe rruga për të mësuar është shumë e rëndësishme. Edhe ndoshta ti je për 10. Shika, mami është personazh. Unë nuk gjej një njeri të gjashëm ta krahasoj me mamin, sinqerisht, kur mu më thonë që sa ngjan mamit është komplimenti më i mirë që marr për arsyeën e vetme sepse mami është një njeri që nuk do me ndal. Unë e adhuroj për këtë gjë. Të duket se i ngjan në një vërtet? E gjen veten tek ajo? Në disa gjëra po, patjetër, pa diskutim. Mendoj që jam një miksim i mirë midis mamit dhe babit, po mamit ja adhuroj moslodhjen për të lexuar, për të qenë kontakt, për të mprehur mendimin gjithmonë. Edhe faktin, dhe këtë unë do e them se këtë e bëri anekdot, më tha para pak ditësh që donte të bënte një udhtim brenda ditës, po diku larg në Shqipëri. Edhe i them, mam, po nuk është e lodhshme ta bësh këtë brenda ditës, shkosh e të vish dhe shiko, tha, do vi dita, tha, do plakem, s'do kem fuqi. Dhe sa vjeç? Mami im në gush bën 78 vjeç. Po mirë ka thënë. Është perfekte, është do vi dita që do plakem. Do plakem, s'do kem fuqi të shkosh në Zagori brenda ditës, okej. E adhuroj për këtë. E adhuroj për energjinë që ka, edhe për shembullin që jep. Unë jetoj afër me mamin që kur babi s'është më, edhe për atë aftësinë që ka, që për brezin e saj është e jashtëzakonshme, që të jetë kështu, të jetë dhe të mos jetë. Pra të jetë e pranishme, po pa u përzjer, të jetë ndikim, po pa u bëri bezdisshëm. Domethënë është ti e di që është gjithmonë aty, edhe për vajzat, sidomos për vajzat, por nuk është kurrë që, si më thënë ti, të bësh të zërfrymë. Absolutisht. S'kan qenë kurrë asnjëri kështu të jetën. Për të trija ne, se këtu flas patjetër në emër të motrave, për të trija ne nuk kanë qenë kurrë pesh, asnjëherë, asnjë gjë. Sa vështirë është në ditët tona ti jesh një ekspert e komunikimi. Kemi harruar pak se si të komunikojmë me njëri tjetrin, apo e di kur është vështirësia ndonjëherë të vërtetës në komunikim. Pa diskutim. E di kur është vështirësia? Më lër të them një detaj personal. Unë hyj te ata njerëzit që i ngjaj mamit, që vazhdoj të lexoj. Edhe së fundmi po ndjek edhe disa kurse në Torino në shkollën e Alessandro Baricos. Alessandro Baricos është një shkrimtar italian bashkëkohor, ndoshta më i miri, i cili prej viteve 90 në Torino ka hapur një shkollë për shkrim dhe komunikim. Dhe kënaqësia e madhe kur unë jam aty, se një pjesë gjërave kam ndjekur online, një pjesë kam shkuar direkt në sallë atje. Kënaqësia e madhe e para është që unë shoh që jam ndër të rinjt aty. Pra që kjo dëshira për të mësuar dhe për të përditësuar, sepse sot komunikimi edhe shkrimi është një gjë që ndryshon ajo që mëson sot me atë që mëson mas 6 muajsh. Pra dëshira e njerëzve për të mësuar është në vazhdim, edhe kjo është një gjë shumë e mirë, se her mbas here ne këtu refuzojmë ta bëjmë këtë gjë, ose si më thënë akoma ti po boll, po kujt i duhet kjo shkollë, po çfarë po e lexon, po pse po e merr atë titull, po kujt i duhet, po boll, pse refuzon të rritesh dhe ta lësh këtë punë, po vazhdon e lexon etj etj. Kjo është kënaqësia e parë. Kënaqësia e dytë profesionale për mua është kur shoh që emra shumë në z të botës shkrimit dhe të komunikimit ndërkombëtarisht shpjegojnë atje gjëra që unë gjej që i kam bërë vetë pa e ditur që këto janë, si me thënë, formula. Pra gjëra që kam krijuar vetë në fushatet e mia ose në trajnimet e mia, në librat e mia etj etj. Është një lloj, si me thënë, kënaqësie profesionale, që i thua, okay, sepse të vlerësohet, si me thënë, e certifikon, atë që ti që e bërë të certifikohet dhe është e mirë. Problemi i vetëm që kjo përvojë ka për mua është që kurset mbarojnë, unë them, kuj do t'ja them këta? Kuj do t'ja kaloj? Dhe prandaj unë kam zgjedhur që nëse profesionalisht për të bërë punën, për të
siguruar të ardhurat që më duhet për jetën. Unë punoj ekspert e komunikimi në projekte për të rritur, për çështje që, domethënë, nuk kanë në fokus atë që është misioni im, ama misioni im janë fëmijët. Dhe unë prandaj punoj me fëmijë dhe të rinj dhe prandaj shkruar për ta, sepse mendoj realisht që vetëm aty ne kemi ende shpresë. E di pse? Sepse ti më thua që komunikimi te ne ka probleme, dhe unë po them nuk ka probleme, ka drama, ka tragjedi komunikimi, për shkak jo thjesht se shumë kollaj thuash teknologjia t'ja lëm fajin celularit, për shkak të modeleve që ne përçojmë. Para pak javësh në atë blogun që unë kam të Tirana Post, kam bërë një shkrim të fikim televizorët dhe të mendosh që ta them unë këtë gjë njëri që domethënë që ke punuar në media dhe kam punuar në media dhe televizionin e du fort, domethënë nëse ka një përvojë pune që si më thënë them, ta përsërisja edhe një herë është të punoj në ekipin e një spektakli të madh si ka qenë Voice of Albania, domethënë realisht televizionin e dua. Por televizioni sot nuk ka më asnjë kufi dhe asnjë përpjekje për të bërë diçka të veçantë, të mirë, edukuese, argëtuese, informuese, sepse unë e kuptoj që mund ndezim ekranin ne dhe dim që do shohim këtë X program dhe aty do zihen, do shahen ose do prodhojnë blofe për të marrë klikime. Të shumicën e kohës bën edhe me qëllim. Po, patjetër, pa diskutim. Ama unë nuk pranoj dot që të shohën tani edhe rubrikën sportive dhe te rubrika sportive të shoh njerëz që zihen, që shahen, që fyen, dhe aq më tepër nuk pranoj dot që në një studio televizive serioze, ndoshta ndër më seriozet në Shqipëri, ku diskutohet për politikë dhe për qëndrime sociale, si më thën, njeriu që fyen, që vërtet që nxjerr jashtë ta bëj moderatori. Sepse unë e kuptoj që unë jam një krah, ti je një krah dhe ne të dyja për të mbrojtur atë tezën për cilën kemi ardhur mund të debatojmë me njëra tjetrën. Por roli i moderatorit është pikërisht që ne të na qetësoj edhe të na detyroj të ruajmë respekt të publikut që po na ndjek. Nuk mund ta bëj rrëmujën moderatori nga dëshira për çfarë? Vëmendje. Po jo pra për vëmendje, hajde hidhemi nga kati 6, e gjithë lagja do flasi për ne atë javë, e morëm vëmendjen. Ky është qëllimi, marr vëmendjen. Ç'a bën mbrapa? Se po bëj një paralelizëm fatkeqe, po ç'a merr mbrapa nga kjo? Kështu që në këtë mes, modelet që ne japim si shoqëri janë jashtëzakonisht problematik. Dhe problemi tjetër i madh që ne kemi është që ne nuk arrim të hyjmë me kohën edhe të shohim që çfarë po bën bota, që e ka kaluar një herë këtë rrugë, edhe të shohim, të mësojmë, nuk kemi ne pse bëjmë tërë gabimet që ka bërë bota. Mund të marrim mësime të gatshme. Mund të marrim mësime të gatshme, ndonjëherë është kopjo për shtat funksionon në këtë rast, më kupton? Kështu që ne për komunikimin, po dëgjoja sot një video të një pedagoge tuaj, e cila ishte kategorikisht kundër për shembull vendosjes notave në një sistem online dhe heqjes së mundësisë së prindve për të takuar me mësuesit apo të fëmijëve për të kërkuar te mësuesi pse kam këtë notë, pse po marr atë notë. Është diskutim ekzistencial për një fëmijë në shkollë. Në Shqipëri ne rrallë për mall flasim për këto gjëra. Ne nuk e kuptojmë fare çfarë rëndësie ka një sër studime sjelljesh ligjesh që ndodhin në gjithë Europën perëndimore, të cilët po kërkojnë që fëmijët të kthehen te shkrimi i dorës, të ikin tabletat edhe ekranet nga klasat, të forcohen shumë më tepër djastësitë. Jo, ne nuk po bëjmë asnjëherë prej këtyre. Ne kemi një program në shtetin shqiptar, ne shesim mend që në klasë të parë mësojmë fëmijëve kodim. Le si jam mësoj mirë që gjysa e klasave nuk kanë kompjutera, e mësuesja i çonte i klasë nuk di. Po ç'a drejshin do kodimi te fëmijët 6 vjeç që nuk dinë të shprehin emocionet e tyre dhe nuk dinë të japin dorën shokut nëse ai vritet ose të pranojnë një fëmijë me aftësi ndryshe në klasën e tyre apo të komunikojnë me njëri tjetrin. Po këtë moj duhet të mësojmë ne fëmijëve një herë. Ne fëmijëve duhet të mësojmë, nuk e ka kot moj e gjithë bota e përparuar që i ul fëmijët në tokë dhe jep letra dhe lapsa dhe i mëson çfarë është fytyra e qeshur, çfarë është fytyra e trisht, çfarë është zëmërimi, çfarë është empatia për tjetrin. Këtë, pastaj kodimi është më vonë. Prindrit është shumë
shumë e gabuar ajo që ne po bëjmë me njëri tjetrin, ajo që ne po bëjmë me fëmijët. Komunikimi është baza e çdo gjëje. Është thelbësor. Në daç thuaj Zoti, në daç thuaj natyra. Ne jemi të vetmit qenie që kemi këtë aftësinë e komunikimit kaq të zhvilluar. Na e ka dhënë, po them, Zoti ose natyra, sido që të besosh. Po përdore pra, si mund mos e përdorësh këtë gjë? Kështu që e vetmja mënyrë për ta parë këtë pozitivisht, e vetmja mënyrë është thuash, o Zot, edhe sa shumë punë kam. Edhe sa shumë mbetet për të bërë. Edhe sa shumë mbetet për të bërë, pra. Që nuk është një punë që do them që do vi shumë shpejt dita që them Manjola do ndrosh zanat se s'ka më nevojë për. E vetmja mënyrë për ta parë pozitivisht është kjo. Patjetër. Manjol, i përmendëm disa dimensione të tuat. Por duhet të ndalem pak te një shumë i rëndësishëm, që the pak më herët, festivali i fëmijëve. Unë të shoh si një organizatore shumë të mirë, si një menaxhere shumë të mirë që bën të gjitha gjërat shkojnë në vendin e duhur, në kohën e duhur, me njerëzit e duhur. Pra gjithçka duket sikur shkëlqen dhe ti ai dirigjon nga larg. Falenderoj shumë. Unë jam futur në organizimin e festivalit para 26 vitesh. Unë të mbaj mend, kam qenë në korin e festivalit. Dhe në ato vitet e para, tash mund të them s'ka marrë vesh asnjë gjë. Në kuptimin që mësues kujtimi bënte pothuajse çdo gjë, dhe ne të tjerët ishim satelit që rrotulloheshim për të zbatuar gjërat që ai thoshte. Nëse unë në këtë jetë i njoh vetëm, do thosha një, po në fakt i njoh 2 gabime mësues kujtimi. Në planin personal mendoj që ai duhet të ishte kujdes më shumë për shëndetin e tij, edhe për veten. Kurse kur nisa me thënë i njoh vetëm një gabim profesionalisht, është fakti që ai bënte shumë më tepër se duhet bënte. Shumë më tepër. Dhe unë mendoj që kjo në vendin tonë shpesh herë bëhet e pashmangshme, sepse njerëzit që ke përreth thjesht nuk e bëjnë, dhe po se bëre nuk bëhet gjëja, dhe ti detyrohesh të bësh shumë më tepër se dikush duhet ta bëj. Po nuk është e drejtë. Është shumë e domosdoshme ndoshta për momentin, për të bërë ai edicion, për të bërë ajo veprimtari, për të marrë ai vendim. Por në afat gjatë nuk është e drejtë as të raport me individin i cili lodhet, stërmundohet, domethënë zvetnohet në bërjen e kësaj gjëje, në një vend si ky yni, po edhe për vetë, po flasim konkretisht për festivalin. Nuk i bën mirë festivalit t'i bëj të gjitha gjërat një njeri. Kur mësues kujtimi u smur në pandemi, ka qenë një periudhë që ndoshta aty mua më mori kuptim një shprehje që më thoshte i mat djali Manit për veten. Sepse e pash situatën që e more në dorë. Duhej me u marrë në dorë. Prej atij moment deri në momentin fatlum për festivalin, ku unë kam gjetur vesh për të më dëgjuar dhe kam patur mundësinë dhe vazhdoj ta kem këtë mundësi që të punoj për festivalin me institucione dhe njerëz të cilët e duan dhe të besojnë kur ju tregon. Sinqerisht ta them, e puna ime është fokusuar në një drejtim vit mbas viti, që festivali të rritet, po jo thjesht të rritet në kuptimin e më shumë pjesëmarrje, e më shumë vëmendje, e marrjes së titullit junior që u mundsua vitin që shkoi, e rritjes buxhetit, jo thjesht në këtë kuptim, por të rritet në njerëzit të cilët e duan dhe punojnë për të. Sot, unë e them shpesh, dhe po më kujtohet tani Linda, ndoshta duhet këtë qenë 2021 ose 22,
besoj që 2022 në prag të festivalit 60, që unë kam dhënë një intervistë me ty dhe kam thënë që ky mund të jetë edhe i fundit festival. Edhe unë e mbaj mend. Sepse realisht domethënë ishte një pik kulmi që ti sheh që s'ke ç'a bën. Jemi ngarkuar. Jo dhe nuk bëhet më i vetëm, asnjë gjë nuk bëhet vetëm. Domethënë është foshnjërake, pavarësisht se mund të jesh i rritur në moshë, thoshi këtë e bëj unë. Jo, pra nuk e bëj unë. Duhemi shumë për ta bërë. Dhe prej atij moment, prandaj po them moment fatlum, sot jemi në një pikë që jemi në prag të festivalit 64. Dhe në këtë intervistë mbaje mend unë po të them që plani im i qartë është që festivali im i fundit të jetë ai viti tjetër, i 65. Dhe tërë puna ime në këto 5 vjet është të ndihmoj njerëzit e tjerë të rriten bashkë me festivalin. Dhe ëndërroj ditën, të betohem e ëndërroj ditën që të vije ta shoh atë festival si spektatore, ndoshta me një lloj kështu dhimbje në stomak, jo zot pse jam prap pjesë e tij brenda. Po do të çohesh, do lëvizësh diçka. Por me kënaqësinë e jashtëzakonshme që tashmë është një ekip që e do dhe është specializuar në fusha të ndryshme. Pra ne sot në festival kemi njerëz që merren vetëm me korin, kemi njerëz që merren vetëm me solistët, kemi njerëz që merren vetëm me marrëdhëniet me publikun. Secili punën e tij. Të bëj secili punën e tij. Kemi një bashkëpunim, më thënë, të një brezi shumë të vlerësuar, shumë të respektuar. Profesor Roland Guli është aty, profesor skenografi Adnan Kastrati është aty. Janë aty akoma pjesë, kolegë nga televizioni shqiptar janë aty. Profesor Barth Hysa është aty, pavarësisht se ka dalë në pension. Po ama aty në festival janë edhe 14 vjeçarët, 15 vjeçarët, të cilët nuk janë më pjesë e tij për shkak të moshës, po janë aty për të punuar vullnetar për ta kuptuar çdo hallk se si funksionon. Dhe kjo është, do të thënë, satisfaksioni im më i madh në produksionin ekzekutiv të festivalit, ky është që të bëhem e panevojshme për festivalin. Mendoj që kjo do të jetë pika kulminante e imja në këtë festival mas 27 vitesh vitin që vjen. Ta bëj edhe atë festivalin e 65 edhe ato gjërat që kam ndërmend dhe të them, Manjola është koha me shku në shtëpi dhe festivalin me ja lënë dikujt tjetër. Nuk ka më nevojë festivali për ty. Është shumë qejf ta arrish këtë. Është mentorimi që unë them. Është shumë për mua shumë shpërblyese si punë. Nuk jam unë njeriu që do... Është edhe shumë e bukur, do të thoja Manjol, sepse është e vështirë sot të gjesh njerëz që duke qenë të aftë, të zot, të plot në atë që kanë bërë, t'ja lënë dikujt tjetër. Po kjo është jeta moj. Është pak e habitshme ta shohësh në këtë vendvështrim. Mungesën do të thoja unë të egos në këtë rast. Po kjo nuk është për ta mbajtur siç ndodh rëndon. Tash ti më lër të mos je modeste prap. Unë nuk them që vitin tjetër do jetë festivali i fundit dhe pastaj do iki dhe nuk do bëj më asnjë gjë. Egoja ime më çon drejt gjërave të tjera. Unë dua të bëj gjëra të tjera në jetë. Dhe dua që ta mbyll këtë cikël dhe të them, okay, janë atje 20 vjet dhe janë të zot ta bëjnë. Dhe janë të zot ta bëjnë. Dhe nëse duan diçka, unë jam një telefonat larg, patjetër. Po e nisin dhe mbarojnë ata. Dhe unë merrem me diçka tjetër. Kjo është krejtësisht me kjo është cikël jete. Do të thënë, e kundërta është në mos e vështirë gati mjerane. Pra që ti të mbash peng një gjë, një institucion, do të thënë, tash që mas bëj krahasime të çuditshme. Po ajo që bëj një pjesë e mirë e drejtuesve politik është jashtëzakonisht e dëmshme, është mjerane për ta, por nuk është bën askush i pazëvendësueshëm. Do të thënë, ne flasun sot me respekt edhe më dridhen duart e këmbët për prindët e mi, ashtu siç nesër mund të flasin fëmijët e mi për mua. Pa askush më nuk është i papërsëritshëm në këtë jetë. Ne jemi secili nga një me ato individualitetet tona që çojmë jetën përpara deri në një pikë, pastaj ne ikim dhe vjen dikush tjetër dhe është ligj i jetës. Kur është ligj i jetës, si mos jetë ligj i një festivali, ose një partie politike, ose një institucioni, unë drejtor, po mas meje, raf e vdiq, po jo më. Unë do bëj më të mirën që di unë dhe pastaj ta marr dikush tjetër patjetër. Nuk mund ta duash dikë ose diçka dhe të mos jesh në gjendje ta lëshosh. Është, mendoj unë, dimensioni më i madh i dashurisë, ta lësh më të lirë, jo ta mbash peng. Kështu e mendoj unë. Dhe shumë e bukur, dhe shumë e shëndetshme. Po, shumë e shëndetshme, shumë e duhet ndalesha pak tek librat e tu, si autore.
Ideja fillimisht kjo është si erdhi, ndoshta kishte kaq shumë brenda teje sa që e petë nevojshme që të lije diçka edhe të shkruar dhe ta ndaje ndoshta në mënyrë më të shpejtë me njerëzit, të shkoje pra ti tek njerëzit përmes kësaj forme. Unë e vlerësoj shumë që ti mendon që duke shkruar shkon më shpejt te njerëzit. Sepse kështu është të këndvështrimin tim. Prandaj më them pra. Sepse unë nuk mund të rri ndoshta fizikisht me manualin, ama mund të shfletoj dhe shijoj, mund të marr prej saj. E kuptoj më shumë mirë po bëjmë shaka. Pavarësisht se duket e çuditshme në kohën ku ne jetojmë sepse leximi dhe libra. Unë nuk më lejo ta them me shumë sinqeritet. Unë nuk shkruaj për të tjerët. Kjo e të shkruarit është një histori që Manjola ka me Manjolën, pra që unë e kam me veten. As se kam menuar ndonjëherë që do ndodhte, as ka qenë në planet e mia, as më të afërta, as më të largta, po hiç fare. Kjo e shkrimit nisi në periudhën kur nisa punë në Shkodër. Interesante. Shumë e ngarkuar si periudhë, shumë, do vetëm mendosh që për ditë në 6 mëngjes hypja në makinë për ta në Shkodër dhe shpesh herë 7-8 në darkë merrja makinën prapë për shku në Tiranë për të gjetur kohë për t'i parë vajzat para se të flinin, nuk po bëj kështu si heroinë, po thjesht kjo ishte jeta reale, me të cilën nuk jam dakord. Ka shumë njerëz që e bëjnë shumë mirë. Unë nuk e bëj dot. Dhe në këtë periudhë ngarkesë të jashtëzakonshme, edhe sfide, sepse thash jam shumë e sinqertë në vete. Unë nuk jam njeri për të punuar në një institucion shtetëror. Unë nuk jam një 8/4 njeri. Kështu që duke mos qenë e tillë, puna u bë shumë me shumë peshta unë. Dhe kjo e librit ndoshta lindi si një nevojë që unë të takoja në një hapësirë të ditës time, ndonjëherë duke nis vetes mesazh kështu audio në WhatsApp, të takoja Manjolën tjetër. Më thënë, atë Manjolën e lirë që kishte kohë për veten, për Manjolën e lirë. Fiks, e lirë jo në kuptimin që ka kohë, po të lirë mendrisht për të jetuar siç e mendon, për të thënë atë gjën e parë që i vjen me, nuk e bën dot këtë kur je në një institucion shtetëror. Kjo ka qenë sfida ime, që të mos thuash gjithmonë gjën e parë që vjen me. Normalisht je njeri zyrtar, duhet mbash raporte të caktuara, po nuk është e imja, okay, dikush tjetër e bën ta bëj edhe ti shkoj shumë mbar, imja s'është. Dhe në këtë mes lindi shkrimi. Pra lindi shkrimi që se dia unë që ishte shkrim në atë moment. Më vonë thash po prit, po sikur ti mbledh këtë, sikur ti rregulloj. Pastaj kjo kaloi në një fazë tjetër. Pra erdhi Oseneja, u mbyll bukuri, u promovua, pati sukses. Okej. Shumë faleminderit të gjithëve që e lexuan, që vazhdojnë të lexojnë. Pastaj u fokusova në një përpjekje për të filluar. Shpesh herë unë flas me njerëzit edhe ajo që them njerëzit duket shumë interesante. Thash po mirë, po pse s'filloj të shkruaj unë këto? Dhe në fillim i nisa thash sikur të jem kështu si pralla për fëmijë. Pastaj pash që unë si isha fare njëri që dinte me shkruaj pralla dhe krijova një 6 shkrime dhe i shkruajta Mira Kazhanit të Tirana Post, i cili është një portal i vetmi që unë ndjek se nuk më shkatron nervat. Për këtë arsye. Dhe për shtatet. Domethënë nuk është ato që është i pari për lajmin e fundit të tmerrshëm ose që të nxjerr aty me të brendshme lloj njeriu që ti s'do doja më pa kurrë. Por domethënë është një portal shumë qytetar në këndvështrimin tim dhe mirën si kisha takuar asnjëherë. Po, njeriu i shkruan. Dhe shiko. Atë sjellun kam ja 6 shkrime. Po mirë silli, i çova ato 6 parët, pra se ditë janë bërë 76. Sa bukur. Sepse vazhdoj edhe i çoj. E di që është për dikë e çuditshme, kjo gjë që bëj, po të mendosh që është një angazhim totalisht vullnetar. Pra unë shkruaj nga celulari im, nga zyra ime, ja nis në WhatsApp atyre në formë dokumenti, ata e botojnë atje, ca njerëz e lexojnë, ca se lexojnë, dikush përnda, dikush s'përnda, s'ka rëndësi, hiç fare, hiç. Prandaj them kjo është një marrëdhënie që un kam me veten shkrimi. Nuk shkoj unë ta shoh aty 100 herë, ai lexon 20.000 vet, ai lexon 30.000 vet, ai lexon 5 vet. Nuk më shqetëson kjo gjë sepse unë dua të jem e qetë me vete, unë them unë timen e bëra, më kupton? Dhe në këtë angazhim timin vullnetar për të shkruar mbi komunikimin me fëmijët, që janë një temë që mua realisht më përket,
Unë them, okay, çdo javë unë kontributin tim ja fal njerëzve që e duan komunitetin. Duan me lexojnë, s'duan. Linda, unë mendoj që kam vetëm përgjegjësinë për të edukuar 2 njerëz në këtë botë, ato që i kam sjell vetë në jetë. Të tjerët nëse duan, okay, nëse s'duan, nuk janë të lirë të vazhdojnë. Nuk harxoj energji me thy më mure. Në moshën që jam, unë jam ujë që hyn për plazash. Aty ku gjen që mund të hy, aty hy. Murit me kokë unë nuk i bie më, sepse i kam rënë mjaftueshëm, kam bërë gabime, siç ti the në fillim, dhe tash jo. Tash është koha për të bërë ekskluzivisht me sa më pak kosto gjërat që unë mendoj se duhet bëj. Dhe për ta mbyllur këtë të shkrimit, një pjesë të vërtetave të thjeshta, që janë pjesë e blogut, i kam përmbledhur dhe do dalin një libër simpatik, interesant, një libër për familjen bashkë me mundësinë që fëmijët ta ngjyrosin një pjesë të librit ndërkohë që prindërit e lexojnë. Do jetë një libër që do shpërndahet kështu. Dhe ndërkohë kam nisur një roman interesante, të cilin sinqerisht ta them, po e shkruaj për vete edhe për njerëzit që mund ta mendojnë si unë. Nuk kam ndonjë pritshmëri për të, që të them që libri im do jetë libër që do shkundi stendat e librarive shqiptare, se fatkeqësisht ne jetojmë në një kohë ku librarit nuk janë në qendër të vëmendjes, por nuk ka problem. Ai 2 orë në ditë mbas ditës, përgjithsisht unë marr 2 orë mbas dite, kur vajzat janë duke bërë detyrat, edhe kur im shoqi vazhdon puna, unë marr 2 orë mbas dite për të shkruar. Janë 2 orë me manjolën tjetër, me këtë manjolën që shkruan. Janë shumë të mira, më bëjnë mua shumë mirë për mendjet e mia të kokës. Pastaj nëse njerëzit do ju pëlqejë libri, shumë mirë. Nëse s'do ju pëlqejë, nuk ka problem. Është shumë e bukur mënyra se si ti e do veten. Te kjo është e dukshme. Po e du veten. Shfaqet në çdo gjë që ti bën. E dua veten edhe mendoj që kam fillu prej së vogli me dash veten dhe duke u rritur kam mësuar si duhet ta dua edhe më shumë në kuptimin jo të një narcizmi absolutisht as të egoizmit, po kam bindjen që Olina një jetë është një, vetëm një. Dhe kjo që është duhet me u jetu ashtu si që mendon. Dhe nuk mendoj që do mund të kisha një marrëdhënie fatlume si ajo që kam me bashkëshortin tim, ose një marrëdhënie fatlume si ajo që kam me fëmijët e mi, nëse nuk do shfaqesh as janë vërtet. Me thënë, po të rish edhe të mos e dush veten, edhe të tjerët e kanë më kollaj mos më të dashtë. Mendoj. Shumë dakord jam. Sa të vështirë e pati kjo vajza që donte shumë veten, të linte të duhej nga dikush tjetër. Që do të vinte 30 vite më parë. Shika. Si e kujton atë? E kujtoj si dje. Blendi është pa diskutim njeriu më i rëndësishëm i jetës time. Pa diskutim. Unë kam njohur Blendin kur ne kemi qenë në klasë 8. Nga ai kujtim i një përfaqësimi shkollës tonë në konkurs, unë nuk mbaj mend fare fytyrën e Blendit, po hiç. Mbaj mend zërin. Blendi ka një zë jashtëzakonisht bukur për mendimin tim. Dhe pastaj kemi qenë në gjimnaz bashkë. Dhe varet si e merr gjën, si e sheh gjën. Ne faktin që jemi bashkë për 30 vitesh, fakti që jemi njohur aq të rinj, nuk e kemi parë kurrë si pengesë. E kemi parë gjithmonë si fat, si një mundësi të jashtëzakonshme. Dhe nuk e kemi penguar në asnjë moment njëri tjetrin në diçka, po jemi rrit paralelisht me njëri tjetrin. Për mua, edhe sot me 30 vjeç, Blendi është pa diskutim njeriu më interesant që unë jam. Është jashtëzakonisht i zgjuar,
domethënë është sfidues në çdo gjë që thot, në çdo gjë, domethënë për mua që du gjithmonë një gjë të re, gjithmonë not që njerëz thonë, por nuk jeni mërzit 30 vjet, apo ku të lëm Blendi më mërzit? Ka gjithmonë një gjë të re që ai sjell, që krijon, që bën dhe nuk njoh një njeri me një mendje aq të lirë tjetër. Dhe unë që jam një tullumbace, aty të ajo hapësira e lirisë që Blendi ka në kokën e vet, mundë me vallëzu për shefin tim. Shika, e di çfarë mendoj unë që është Blendi për mua, dhe pse është kaq i rëndësishëm? Sepse nuk ka një ditë që unë them që unë nuk mund të jetoj pa Blendin. Por nuk ka një ditë që unë më shtroj mëngjes, ta kthej kokën aty dhe të zgjedh të jetoj edhe atë ditë me Blendin. Domethënë është fat. Nuk di ç'a them, nuk di ç'a emri t'i vë përveç se fat, sepse me u njoft 18 vjeç, unë as se mendoja fare që Blendin kishte qef. Fare. Ta them sinqerisht. Unë isha shumë në atë periudhë shumë e intriguar për ti, për shkak zgjuarsisë ti dhe për faktin që s'më linte fare tash. Tham, modestinë kemi futur në raft sot. Në 18 vjeç, kur unë isha 18 vjeç, nuk ishte e vështirë të dalloja 10 vjet aty në rresht që më kishin qef. Patjetër. 10, është edhe më shumë se 10. Po e kam fjalën Blendi, më dukej sikur se kishte më fare tonë. Edhe kishte kjo të tërheqë më shumë. Shumë interesante, domethënë, kupton? Dhe unë duke qenë njëri kështu në dukje e shkathët ose ku diun, tash kuptohemi, në një qytet vogël si Shkodra kisha punuar në radio, kisha punuar në televizion, kisha luajtur në gjenie. Bie në sy. Isha njëri, po themi, në gjimnaz që bie në sy. Nështë shumë kush në atë kohë, ose edhe më vonë, mund të mos ke ditë sa qef kam unë për të lexuar ose për të folur me gjëra të rëndësishme. Diskutoja me Blendin unë për ekzistencializmin, vit 4 në gjimnaz ishte mrekulli, nuk di. Kështu që nështë gjëja që është shumë e rëndësishme në marrëdhënien tonë është që ne atë komunikimin që po thosha unë, jo që se kemi humbë, po është elementi kyç që na çon përpara. Është shumë fat me pas një gjë të tillë në jetë. Unë jam shumë mirënjohëse për këtë gjë. Shumë mirënjohëse, sinqerisht. Dhe nga kjo dashuri që duket se shumë e madhe, erdhën 2 njomzat tuaja. Ato bukurocet, xhixhat, siç i thuan ti dhe që më kanë 2 emra shumë të bukur. Hana dhe Buna. Hana dhe Buna janë fëmijët tanë të mirë menduar, që do të thotë ne në këtë 30 vjeçarin tonë, asnjë gjë se kemi bërë me vrap, as edhe fëmijët. Do të thënë, ne kemi marrë kohë, kemi jetuar bashkë disa vjet, pastaj jemi fejuar. Pastaj kemi jetuar ca vjet bashkë prap, pastaj jemi martuar. Kemi jetuar prap ja 5 vjet bashkë, pastaj kemi bërë vajzën e parë. Unë mbas Hanës mendoja që duhet ta linim Hanën të rritë dhe ta shijonte fëminin e vet dhe pastaj t'i dedikoheshim një fëmijë tjetër, kështu që Buna ka ardhur 8 vjet mbas Hanës. Prandaj them, kemi pas kohë me shkatër gjëra të shtruar, e menduar mirë. Vajzat janë shumë të mira. Janë shumë karaktere të dyja. Janë një sfidë e përditshme se si duhet të kombinosh atë dëshirën edhe nevojën që ti ke si prindër që ato të mos vuajnë asnjë moment, me bindjen që ke si prind gjithashtu që ato duhet bëjnë gabimet e tyre. Domethënë t'ja japësh atyre lirinë, të mos jesh aty për t'i kontrolluar në çdo moment, po ndërkohë të kujdesesh për çdo gjë disisi nga larg. Është sfidë
Një monitorimi i sfidë në vete, vazhdueshëm. po, që të monitorosh pa rënë në sy, edhe të krijosh me to një marrëdhënie me Hanën, marrëdhënia e tillë pa diskutim është e krijuar, se Hana është arritur tashmë, po shpresoj të shkojë kështu edhe me Bunën, që ne të jemi për to për te dashurisë, që është pa kufi, e pa diskutueshme, njerëzit ku ato mund të vinë të thonë çdo gjë. Pra, jo që të vinë edhe ta thonë çdo gjë. Nuk dua unë të di çdo gjë për Hanën edhe për Bunën, absolutisht. Fare, dua që ato të jetojnë jetën e tyre. Ama dua që ato ta dinë që nëse në një moment do kenë nevojë të thonë diçka, te ne mund vinë pa asnjë mëndyshje. Dhe nuk ka shtëpia e prindërve. Shtëpia jonë nuk është shtëpia e prindërve, është shtëpia jonë. Ajo është shtëpia e tyre. Edhe flas si marrëdhënie, kështu që me Hanën që po rritet, e di që shumë shpejt do vi dita që ajo nuk do jetë afër me ne. Për te ngarkesës emocionale që kjo gjë mund të ketë, unë jam e bindur që kështu duhet ndodh, sepse jeta është proces dhe Hana do rritet, do ketë pa diskutim nevojën për të bërë përvojat e saja, e meriton që të marrë mundësit për të bërë një shkollë të mirë, për të bërë përvojat e duhura, dhe pastaj është në vendimin e saj çfarë rrugë do doj të marrë ajo. Unë mendoj, Linda, që ne si brez, her mbas here mund ta ngarkojmë veten me përgjegjësinë që nuk ndërtuam dot ose nuk po ndërtojmë dot një vend për i cilit fëmijët tonë të mos duan të ikin. Këtë nuk e kemi krijuar. Por mendoj që ajo që ne kemi në dorë, sepse në këtë të parën ka shumë rrethana, ka shumë faktorë që mund ndikojnë, mendoj me bindje që ajo që ne kemi në dorë është që t'ju japim fëmijëve të gjithë dashurinë tonë dhe vëmendjen tonë, edhe sigurinë që në çdo moment që ata duan, shtëpia është këtu. Këtë mund ta bëjmë, secili prej nesh si prind. Pra që t'i lëm, dalim të ajo që thash edhe pak më përpara. Nuk ka një formë dashuria, mendoj unë, më sublime se sa ta lësh tjetrin të lirë. Dhe ai të vendosë ç'a do bëj. Kështu që kjo është edhe marrëdhënia me Hanën e me Bunën në mosha të ndryshme, në biseda krejt ndryshme, njëra flet për tema tjera, të jep pak a shumë në të njëjtën identik situatë. Dhe je në të njëjtën situatë, kështu që e di që në një dhomë ka qenë një periudhë në atë kohën e ngarkesës së madhe biles në punë, që unë futesha te dhoma Hanës dhe diskutoja për një libër me vetvrasje që Hana po lexonte dhe dilja prej atij dhe futesha te dhoma Bunës, e cila fliste për Peppa Pig. Thosha, okay, në korridor duhet që të ndroj kasetën. Të ndroj kasetën. Shumë interesante në fakt biseda me ty dhe kemi kaq shumë për të folur, po dua të ndalem pak tek brendësia jote, tek mënyra se si ndihesh dhe se si e ndier ndoshta edhe në momente të caktuara. Për mua ka shumë rëndësi mënyra se si ne i perceptojmë gjërat, si përjetojmë ato dhe si zgjedhim pastaj edhe t'i tregojmë, t'i shfaqim tek të tjerët. Ka pasur ndonjë çast në jetën tënde kur ke ndjerë se ke dështuar, Anjol? Dhe ku e ke gjetur forcën? Ku e ke gjetur forcën për të bërë pastaj pas kësaj? Shiko, që kam gabuar dhe gjërat nuk kanë shkuar mirë, ka ndodhur pafund. Forcën pas kësaj e gjej ekskluzivisht në atë që është bindja ime, që jeta kjo është. Nuk shkojnë gjërat me makinë llogaritse, para, po është shumë e rëndësishme, mendoj unë, paktën për mua është shumë më mirë të mësosh nga gabimet se sa të pendohesh që se ke bërë. A jam vret më shumë më tepër, mendoj do më vrisi dhe si nuk e bëra edhe këtë. Pse se provova atë? Po që e kam provuar dhe gjëra nuk ka funksionuar, sigurisht që në momentet e para jam mërzit, mund të jem mërzit shumë, mund të kem ulurit, patjetër. Po pastaj kalon. Dhe unë kam një të mirë të madhe që ja njoh vetes, që në momentin, ta thash edhe pak më përpara, që gjëja qartësohet, për mua është mbyllur. Ka problem. Pra në momentin që unë e marr vendimin, pra më duhet
kohë ta analizojnë disa drejtime, por në momentin që e marr vendimin, mbaroj ajo punë, nuk i kthehem më tash, nuk do rrit çaj mas 5 vjeç për një gjë që ka ndodhur ja. Jeta e ka drejtimin përpara. Ka pasur në këtë jetë persona që të kanë lënduar? Nuk e lën veten me lëndu përgjithsisht. Edhe mund të ketë pas, po shika, unë jam të skujtimi ndjerë, mesazhi i tij para fundit, që është në fakt edhe i vetmi që kam bërë publik në ato bisedat e shumta që kemi bërë në kohën që ishte i smur, thoshte pikërisht këtë që unë do doja të kisha pas këtë racionalitetin tënd. Mund të mos duket, mund t'i vi njerëzve çudi nga një njeri i rrëmujshëm si unë. Unë në marrëdhënie me njerëzit, ndoshta për shkak se përpiqem t'i analizoj edhe t'i njoh edhe të kuptoj komunikimin e tyre si pasojë e profesionit që kam. Ndoshta për shkak të dashurisë madhe që kam për veten, unë nuk e kam fare problem Linda t'i nxjerr njerëzit nga jeta, po hiç. Që do të thotë, nëse dikush që për një moment mendoj që ka qenë i rëndësishëm në marrëdhënie pune, në marrëdhënie familjare, në marrëdhënie personale, në një moment shkel ato linjat e kuqe, të cilat unë jam shumë fortë, unë kam shumë pak linja, po ato që kam shënojnë mirë. Janë fikse dhe të patundura, unë nuk kam asnjë problem ta nxjerr atë njeri nga jeta, po kur them ta nxjerr, do me thënë ta shoh përballë në rrugë dhe mos t'i hedha syt. Më ta bëj inexistent. Dhe beson që kjo është mënyra më e mirë e reagimit? Po mund funksionon. Shiko, ka një gjë. Nëse ne të dyja jemi shoqe bashkë, dhe unë pretendoj që ti më njeh, dhe në një moment ti pretendon që unë kam thënë ose kam bërë diçka që i bie totalisht kundër asaj që unë jam, unë nuk harxoj as një sekond jetës time të të shpjegoj, jo po tash Linda më fal, por nëse ti mendon kështu, jo. Unë them që nëse Linda mua nuk më njeh, dhe se ka kuptuar që unë këtë as e them as e bëj, unë nuk harxoj më as një sekond me Lindën. Mirupafshim Linda, jetë suksesshme ti në punën tënde, unë punën time, kaq. Nuk të thash, e kam të mbyllur veshin për gjëra që siç e kam të hapur në maksimum për atë grup njerëzish që është shumë i vogël, që janë njerëz shumë të rëndësishëm në jetën time, me të cilët me të cilët dua unë diskutoj, po këta nuk më lëndojnë mua. Sepse ne njohim shumë mirë njëri tjetrin. Dhe nëse ndodh diçka që nuk na pëlqen ose diçka që nuk shkon, ne themi më fal, dhe jeta vazhdon, dhe ti nuk lëndohesh. Se vetëm pa diskutim që përplasje do kesh ose situata që se kupton, se mirë kupton njëri tjetrin, pa diskutim. Po e kurosje, nëse sqaron, nuk rrimet kur ai tha këtë çfarë desh më thon në fakt, jo mi fare pse? E sqaron, edhe jeta vazhdon. Qëse jemi dakord, jemi shok prap. Qëse jemi dakord, mirupafshim. Secili në rrugën e tij. Kur rritet një grua? Ka një moshë të caktuar, ka një ndjesi, mendoj që është komplet individuale. Nuk mendoj që ka një fazë fikse. Por mua pa diskutim e kuptoj që për një pjesë të madhe të grave mund të jetë që thonë momenti kur martohen, për shembull ndjen të rritura, mua nuk më ndodh ashtu. Ka të krejt natyrshme si gjë. E kuptoj që mund të jetë mëmsia, një pjesë që ti mendon që tash je e rritur dhe je e përgjithshme. Humja e prindërve është pa diskutim në këndvështrimin tim një element shumë i rëndësishëm. Unë e kam kuptuar që jam rrit, jo që po rritem, po që tashmë jam rritur mbas 40-ave. Mbas të 40-ave dhe ajo që më ka nxitur mua të marr disa vendime në jetën time është pikërisht se nuk kam dashur kurrë që të vi në pikën e atyre njerëzve. Ke parasysh ka shprehje për shembull Meryl Streep ja atribojnë këto, pavarësisht se mund mos i ketë thënë ajo, por në rrjetet sociale të saj asaj rrin për fytyrë dhe ja vën poshtë, që ti bëhesh 60 vjeç dhe kupton se ti bëhesh 70 vjeç dhe kupton se unë kam thënë stop pak. Pse duhet presur të bëhem 100 vjeç që të kuptoj. Që të kuptoj. Do të thënë unë do filloj të kuptoj që tani ç'a më bën mua mirë, ç'a më bën mua keq. Për shembull, mua më bën keq, po e banalizoj, nëse nuk ec.
Të ecurën e kam një gjë shumë të rëndësishme. Atëherë ec. Ose, domethënë, një lloj ushqimi. Pra po them për gjërave më të thjeshta. Ose një lloj, për shembull, mua më bën keq moj ti shoqë, po të dëgjoj muzikë që s'është e mirë. Po kur them më bën keq, më somatizohet në stomak, në stomaku. Atëherë unë shmang. Të helmatis. Më shmang më. Nuk e di unë fare, nuk i dëgjoj unë dot as për të qeshur. Më thotë një herë me motë, par zotin të çojnë fillin lan kanale dhe shife emisionin e X-it. Nuk e shohun. Hiç, e ruaj veten në maksimum. Nuk e shoh hiç. Por ndryshe do më shqetësoj. Pse do më shqetësoj? Pak gjëra kanë një. Pra, i shmangesh, i eviton. Ky është momenti kur kam kuptuar kur jam rrit, që jam rrit, domethënë, mbas 40-tave, ku kam kërkuar në maksimum në çdo kusht që jeta ime të jetë cilësore. Edhe punoj fort për të. Beson tek energjia, Manjol? Po. Pra, që në momentin e parë ti e kupton se ke të bësh me një njerëz që të jep energji të mirë apo me një njerëz që nuk mund të jetë pjesë e rrethit tënd. Çadriq, ekspert komunikimi do isha ose kuptoj. Kjo vjen me zanatin e para. Ja, shika. Besoj që po. Ka nga ata që dhe kamuflohen. Shika, besoj që komunikimit besoj. Po më po është si puna e përdorimit ChatGPT-s, që prap pedallon, që ka përdor. Do dalë një moment dhe do shfaqet. E përdor, dela i gishti, kështu harroj një herë me heqat gishti, thotë, e ka shkruar me chat. Lidhja jote me Zotin, cila është? Këtë nuk e di. Këtë nuk kam një përgjigje. Për shumë kohë kam mendu, pa e analizuar që jam ateiste. Domethënë, kam thënë që okay. Në këtë periudhë të jetës time them që nuk e di cila është lidhja ime me Zotin ose me praninë e tij si një fuqi, si një energji, si një dritë, si një gjë fizike. Jo, këtë nuk e kam analizuar, nuk mund t'jap një recetë për këtë. Ajo që unë mund të them është që njerëzve ju bën shumë mirë për vete dhe për marrëdhënien me të tjerët që të ndërtojnë disa kritere, disa indikator, disa filtra dhe t'ja vënë emrin si të duan, pastaj qoftë ky Zot që për ta, ose feja konkrete, ose karma, ose çfarë të duan. Po është shumë e rëndësishme që ti vësh vetes disa parime në jetë dhe në emër të tyre të shkosh përpara. Dhe unë mendoj që nëse ne sillemi mirë me veten, nëse ne nuk i bëjmë tjetrit atë që nuk duam të na bëjnë ne, dhe nëse nuk marrim çdo mundësi që na jepet në këtë jetë për të bërë mirë, jemi në rrugën e gabuar. Nëse kjo është rruga që dikton Zoti, okay. Nëse kjo është rruga që dikton ana jonë emocionale, okay. Nuk kam asnjë plan në këtë fazë të jetës time që t'i vë emër kësaj gjëje. Por ajo që them me bindje është që njerëzit nuk mund të jetojnë pa parime. Nuk ka gjë më shpërblyese në jetë, them unë, se sa ta gjesh veten në një tavolinë siç e gjeta unë para disa ditësh, për mua, se për dikë tjetër mund të mos jetë fare kjo. Edhe të çohesh prej asaj tavolinë pa asnjë peng, edhe pa asnjë frikë se diku ka diçka që i bën ata njerëz të mbajnë ty peng. Më thënë është një lloj me u çu prej se tavolina dhe më thënë okay, unë jam i lirë fix, unë jam i lirë në mendjen, në shpirtin tim, në veprimet e mia. Nëse kjo do me thënë me besu në Zot, okay. S'ka asnjë problem. Po them, në këtë fazë nuk i vë dot emër. Jetojmë në kohën ku duam të dukemi, më shumë se sa të ndihemi. Je dakord? Po duam të dukemi se s'ndihemi. Jo se s'du mundi. Ajo që unë mendoj, kam qesh një ditë me një mikeshën time, e cila kishte postuar një fotografi të disa maceve, apo thoshte i kam ushqy, i kam marrë me, i kam dhënë ujin, i kam bërë xhirin, po këto prapë janë mos derës time dhe po mjaullin. Çfarë thudun?
E thash, vëmendje. Të duam ty. Si të gjithë. Të gjithë një mënyrë ose tjetër duam vëmendje. Kështu që ne duam të dukemi sepse në thelb duam që dikush na thotë një gjë të mirë. Duam vëmendje. Duam vëmendje, pa diskutim. E ke parasysh, gjyshja ime më e mendit shkreta, gatunte, e thosha sa i mirë del ty kjo gjella nanase kjo. Po ni kënoj thotë të e bë. Ose luleve, ai keni gjë herë gratë që kujdesen për lulet, ose edhe zotrin që kujdesen për lule që i thotë prit se unë i flas kësaj e marrën mirë. Të vëmendje me kushdo. Dhe ne duam të dukemi se duam vëmendjen e tjetrit dhe në këtë moment para rend fatkeqësisht ose fatmirësisht këtë do na e thot historia, dukja. Edhe përpiqemi të dukemi që të bimë në sy që dikush të na thotë diçka. Kaq. Po ta e thoshte pa dukesh fort, do të ishte më i mirë. Më lehtë do kishte qenë edhe nuk do kishim parë çuditëra që shohim tani, po në çdo, shiko, se ne themi tani duan gocat të duken edhe prandaj bëjnë këtë ose bëjnë atë. Po pse më në kohën e, ku e di unë se janë ca filma që mund t'i shohësh Netflix, në kohën e Luigjit 14 që visheshin ashtu për çaj, se kishin për të duk, ose burrat që vinë një lloj paruke ose një lloj veshje, po për të dukur pra. Thjesht në kohë të ndryshme ka mënyra të ndryshme, ndonjëherë dhe është, shikoj, shumë njerëzore që ajo që ndodh në momentin që ti jetë të duket e gabuar, në nivel historik pastaj do të marr tjetër vlerësim ndoshta. Tjetër vlerë. Është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me ty dhe e shijova pafund këtë intervistë së bashku, këtë bisedë të ngrohtë, e cila besoj ka shërbyer edhe gjithë atyre që na kanë ndjekur. Me të drejtën, Linda, kjo është pikpyetja ime më e madhe. Them, është tash dikush në shtëpi, po pse mund ta shohë? Çfarë interesi mund të ketë? Do të thënë, është pikpyetja ime profesionale, që them, çfarë qefi mund të ketë dikush që tulet në shtëpi, të hapi televizorin e thotë, "Pritje Linda që ka Manjola dhe po dëgjoj çfarë Manjola thotë." Më intrigon. Manjola është interesante. Më intrigon shumë kjo gjë. Ka për të thënë. Shumë më intrigon, shumë. Do të thënë, po të kisha mundësi, do doja që njerëzit që e shohin një program ose që e lexojnë dhe do ta mbyll me këtë. Edhe kur kam bërë librin, gjëja që kam vuajtur më shumë nga njerëzit, nuk ishte nevoja që njerëzit ta blinin librin ose ta lavdronin librin. Nuk kisha fare këtë merak, kisha gati, do të thënë, ta çoja librin në një vend, t'ja jepja më thënë 20 vetëve për një herë, halli më fort mos e blini, thjesht ta lexoni dhe të më thoshin, "Ua sa i bukur." Jo, nuk dua këtë. Dua të di ç'a mendojnë njerëzit aty mbrapa kur këtë gjë. Domethënë, kjo mendja e njerëzve është një gjë kaq interesante, sfiduese, intriguese për mua, sa dua vetëm të them një gjë, që nëse ka sot njerëz që na kanë ndjekur, shumë faleminderit për kohën. Edhe shumë kureshtje për të ditur ç'a mendojnë ata pas një bisede si kjo. Falenderoj e dashur. Shumë suksese në festivalin e fëmijëve dhe në çdo iniciativë të bukur që ndërmerr. Shumë faleminderit gjithashtu. Faleminderit. Kemi mbritur në fund të kësaj bisede shumë të këndshme për mua, por jam e bindur edhe për ju, pavarësisht dyshimeve që Manjola ka, sepse kemi thënë shumë gjëra që sot vlen, besoj unë, dhe vlen të merren ndoshta edhe si shembull modeli një jete të jetuar kaq bukur, me kaq dashuri për veten dhe me kaq investim dhe vëmendje në të gjitha gjërat që Manjola ka bërë. Ju falenderoj shumë që qëndruat së bashku me ne në ekranin e RTS Shkodra. Një falënderim shumë të veçantë kam edhe për drejtorin e televizionit Jetmir Shpuza, i cili drejtorin e përjetshëm, i cili ka mbështetur këtë iniciativë time për të qenë pjesë e RTS Shkodra në podcast. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.